Çdo grup shoqëror ka atë person të vetëm pa të cilin gjithçka do të shkatërrohej. Ata janë ata që gjithmonë dërgojnë mesazhe, jenë në shtëpi akoma, mbajnë me vete dezinfektues dhe qetësues dhimbjesh, dhe disi magjikisht e kuptojnë saktësisht kur keni nevojë për inkurajim ose thjesht diçka për të ngrënë. Ata janë të ashtëquajturët, mama e grupit, ajo që u kujton të gjithëve të pinë ujë, që i mban gjërat e ekuilibruara kur gjërat vështirësohen dhe që gjithmonë ka një këshill të mençur. Këto janë shenjat e zodiakut që i përshtaten më së miri rolit të nënës së grupit. Demi nxjerr energji të pastër amërore. Ata janë të fortë, praktik dhe të ndershëm. Ata do të thonë atë që personi tjetër duhet të dëgjojë pavarësisht se sa e vështirë është, dhe pastaj do të bëjnë çaj dhe do të ulen në divan me ju. Nëse keni nevojë për dikë që t'ju kujtojë se ishi juaj nuk kishte aq i mirë, Demi është aty. Këmbgulja e tyre është proverbiale, dhe ata nuk kanë frikë të flasin hapur dhe të qëndrojnë pranë jush gjatë çdo stresi dhe dhimbje zemre. Gaforja është shtylla kurrizore emocionale e grupit. Ata gjithmonë kanë letra të personalizuara, një këshill qetësuese dhe një energji dashurie që funksionon si një përqafim i ngrohtë. Nuk ke nevojë as ti shpjegosh se çfarë nuk shkon, ai e ndjen. Dashuria e tij shprehet duke u kujdesur për të tjerët dhe duke kujtuar vazhdimisht atyre se meriton më mirë. Ai është personi që dërgon mesazhe të gjata dhe të ëmbla për të parë se si je dhe do të thotë: "A do të flasësh për këtë apo duhet të shkoj ti përballë?" Kur dikush të lëndon, edhe pse i ndjeshëm ai mund të jetë papritur mbrojtës kur bëhet fjalë për njerëzit e tij. Virgjëresha nuk është vetëm mamaja e grupit, ajo është super mamaja. Ajo i kujton afatet, ditëlindjet, porositë e kafes dhe organizon gjithçka pas një vështirësi. Ajo është personi që planifikon çdo natë vajzash minut pas minute dhe sigurohet që të gjithë të arrijnë në kohë dhe të kthehen në shtëpi të sigurt. Me durim të pafund ajo vepron si një psikologe, jo formale, duke dëgjuar çdo problem. Edhe kur të tjerët e injorojnë këshillin e saj her pas here, por ajo nuk i lë ata të harrojnë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi Shqiptar.